Nxitja e qëndrimit të trurit përmes mobilitetit ndërkombëtar ishte qëllimi i konferencës të mbajtur nga rrjeti shqiptar i alumnive të Ballkanit Perëndimor. Në qendër të tij është mbajtja e trurit në Shqipëri, sepse ne dimë shumë mirë që shumë maturantë zgjedhin të studiojnë jashtë shtetit dhe ne kemi probleme me vendet vakante në shumë departamente. Marrin eksperiencën e tyre ndërkombëtare dhe e ndajnë këtu. Para se të bëjmë partneritete, ne fillimisht i shikojmë programet a përkojnë me programet tona. Kështu që Erasmus Plus është një mundësi shumë e mirë, shumë e artë. Interesi i të rinjve shqiptar, por edhe stafeve akademike për të bërë pjesë e këtyre programeve të shkëmbimit ka ardhur në rritje. Po ashtu, në rritje është edhe numri i studentëve të huaj që zgjedhin universitetet shqiptare për të bërë pjesë e këtij programi. Rrjeti Erasmus në Tiranë mbështet të gjithë integrimin e studentëve të huaj në Shqipëri. Këtë semestër jemi krenar të kemi diku të 70 studentë të huaj në Tiranë, që janë nga universitete të ndryshme dhe degë të ndryshme, përgjithsisht nga shtetet të BE-s, mbizotron këtë semestër Spanja edhe Franca. Shumish studentë Erasmus pas përvojës në universitetet e huaja angazhohen për të sjellë një mundësi të re zhvillimi në Shqipëri. Për të patur një eksperiencë e cila është ndërkombëtare dhe për të marrë kultura të reja, për të marrë eksperiencë të re dhe për të përfituar aftësi të reja. Mund të studiosh në shtetit, por për të financuar dhe për t'i dhënë të ardhme shtetit tënd, pra shtetit mëm. Po ashtu edhe stafet akademike që marrin përvojë në programet e shkëmbimit. Të bijem mbrapsht gjithë eksperiencën që kemi fituar në vendet e Evropës dhe të bijem atë sa më mirë dhe ta transmetojmë atë sa më mirë përpara universitetës, përpara studentëve. Gjuha angleze është kusht për të bërë pjesë e këtyre programeve, ndërkohë që shpenzimet e udhëtimit dhe kostot e jetesës mbulohen nga fondet e Bashkimit Evropian. Është një bursë e cila jepet në varësi të vendit ku ai do të shkojë, përgjithsisht shkon nga 800 euro, por në qoftë se kjo distancë është më e largët, atëherë domethënë kjo bursë mund të jetë diçka më tepër. Shpenzimet e udhëtimit, por mbi të gjitha u jep atyre një eksperiencë të jashtëzakonshme. Sipas një studimi të bërë nga rrjeti alumnëve në Kosovë, Shqipëri dhe Bosnjë, arsyet ekonomike janë shkaktarët pse të rinjt në Ballkan zgjedhin të emigrojnë, ndaj sugjerojnë politika për përmirësimin e këtyre kushteve.